Të nderuar të pranishëm, para se të fillojmë këtë promovim të veçantë, dëshiroj të ndaj me ju një ndjenjë që vjen nga zemra. Sot ndihem vërtet me fat dhe e privilegjuar që gjendem këtu për të moderuar promovimin e librit të mësuesës sime, zonja Lëndita Ukaj Bishi. Jeta na sjell shumë mësues, për vetëm disa prej tyre lënë gjurmë të pashlyeshme në zemrën tonë. Unë kam pasur fatin që të jem nxënëse e saj, të mësoj prej saj jo vetëm shkronjat dhe dijen, por edhe vlerat njerëzore, respektin për kushtimin dhe dashurinë për shkollën. Sot, duke qëndruar para jush, e shoh me krenari mësuesën time si autore të një libri që mban një mesazh kaq domethënës. Nxënësi është e ardhmja. Sjell këtë mesazh një mësuese që për vite me radhë ka edukuar, frymëzuar dhe udhëhequr breza të tërë nxënësish. Për mua, ky nuk është vetëm një promovim libri. Është një moment krenarie, mirënjohje dhe respekti për një mësuese që ka ditur të mbjellë dije në mendjet tona dhe mirësi në zemrat tona. Me këto emocione të veçanta, ju falenderoj për praninë tuaj dhe ju uroj mirëseardhje në promovimin e librit Nxënësi është e ardhmja të autorës Lëndita Ukaj Bishi. Të nderuar të pranishëm, i nderuar redaktor Zotri Hysen Ibrahimi, kryetar i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Këlmendi 19 Albani Suedi. Të nderuar recensent, kolegë e kolege, të dashur familjar, miq dhe nxënës. Sot është një ditë e veçantë, një ditë që mbart emocione, krenari dhe mirënjohje. Jemi mbledhur këtu për të promovuar librin Nxënësi është e ardhmja, një vepër që lindi nga përkushtimi, dashuria dhe përvoja shumë vjeçare autorës, mësuesës sonë të nderuar Lëndita Ukaj Bishi. Ky libër nuk është vetëm një përmbledhje shkrimesh. Ajo është një pasqyrë e shpirtit të një mësueseje që jeton çdo ditë me nxënësit e saj, që gëzohet me sukseset e tyre dhe që beson fuqishëm se tek fëmijët tanë qëndron e ardhmja e shoqërisë sonë. Tani kam kënaqësinë të ftoj redaktorin e këtij libri, Zoti Hysen Ibrahimi, që kontributi i tij profesional ka qenë i rëndësishëm në rrugtimin e kësaj vepre deri në duart e lexuesit. Fjalët dhe vlerësimi i tij për librin kanë peshë të veçantë.
para se të filloj me recensionin tim, vërtet unë e një vjetër 8 krenar, që kam pasur mundësinë të bashkëpunoj me Lendita Uka i Bishin, vërtet ka dëshmuar se është dashamirëse e nxënësve, pedagoge e mirë, mësuese e mirë, por edhe në fëmijë i mirë e në prindit të mirë, sikur se që është veteran e ynë, Sokol Uka, një dorë trokiti për Sokol. Sot e kemi të pranishëm edhe Adem Ahmetin, antore kryesisë së shoqatës shkrimtarëve Papa Klementin XI Albani, të cilë është i pranishëm, do të shfrytëzoj një dorë trokiti. Dhe Nureddinin, e kemi Nureddinin, respekt për Nureddinin, respekt për juve, Shqiptar Shaljanin, Gjevat Hajdanin, Shqiptar Aleksandr Bajgora dhe të gjithë që jeni të pranishëm, një dorë trokiti pandesha. Resenca ime. Autorja e librit, Lendita Uka i Bishi, e ndëgjeshme për rolin e themeltar që arsimi luan në zhvillimin individual dhe shoqëror, i qaset kësaj vepre të titulluar Nxënësi është e ardhmja, me një vizion të artikuluar qartë, pedagogjik dhe edukativ. Duke e konceptuar arsimin jo vetëm si një nga shtyllat kryesore të formimit të individit, por edhe si një proces kompleks që mundëson zhvillimin intelektual të nxënësit, kultivimin e të menduarit kritik dhe aftësinë për analizë racionale të realitetit shoqëror, kulturor dhe edukativ. Autorja, me veprën e saj, nxënësi është e ardhmja, ndërton një qasje reflektuese, të përgjeshme dhe të bazuar në përvojën profesionale, duke konsideruar me të drejtë se arsimi është mision i yni i shenjtë. Autorja, me këtë vepër i kushtohet në tërësinë nxënësve, prindërve dhe institucioneve përkatëse, të cilat kanë në rol të drejtë për drejtë në mbështetjen dhe avancimin e procesit arsimor të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Përmes përmbajtjes së saj, theksohet rëndësia e pajisjes së nxënësve me njohuri, kompetenca dhe vlera që u mundsojnë pjesëmarrësve aktiv të ndëngjeshme dhe të përgjithshme në jetën familjare, shkollore, shoqërore dhe publike. Në planin më të gjerë, shoqëror, arsimin nga autorja paraqitet si faktor kyç i përparimit ekonomik dhe i ndërtimit të kohezionit social. Shoqëritë e arsimora shfaqin kapacitete më të mëdha për të përballuar me sfidat bashkëkohore, për të nxitur inovacionin dhe për të ruajtur trashëgiminë tonë kulturore. Po ashtu, arsimi luan një rol të pazëvendësueshëm në promovimin e barazisë sociale, duke krijuar mundësi me të drejta për zhvillimin personal dhe shumë profesional. Në këtë kontekst, me të drejtë mësuesja Lendita nuk trajtohet thjesht si proces i përvetësimit të dijes, por si një mjet thelbësor për emancipimin, zhvillimin të qëndrueshëm dhe përparimin të përgjithshëm shoqëror, çka përbën edhe boshtin tematik dhe vleror të kësaj vepre shumë të çmuar. Kur vlerësimi për një mësuese artikulohet përmes një botimi publik, siç është rasti i mësueses Lendita Uka i Bishi, kjo dëshmon për ndikimin dhe kontributin e saj të qëndrueshëm dhe sinqert dhe të sinqert në fushën e arsimit. Me veprimtarinë e saj profesionale, tashmë të njohur në shkollën Shaban Idrizi në fshatin Zhabar të komunës së Mitrovicës, ai është shndruar në një model referues, duke përfaqësuar një shembull të spikator të përkushtimit dhe profesionalizmit në mësimdhënie. Mësuesja Lendita Uka i Bishi dallohet për angazhimin e saj të vazhdueshëm dhe përkushtimin ndaj nxënësve, duke krijuar një mjedis mësimor të sigurt, mbështetës dhe motivues. Marrëdhënia ndërtuar ndërmjet saj dhe nxënësve karakterizohet nga afërsia pedagogjike dhe besimi reciprok. Elemente këto thelbësore për një proces mësimor aktiv dhe të jetë cilësor. Në këtë kuadër, opinionet të ndryshme të prindërve të nxënësve të shprehura publikisht reflektojnë vlerësimin e tyre për përkushtimin profesional dhe human të mësueses, duke dëshmuar perceptimin pozitiv të komunitetit arsimor ndaj veprimtarisë së saj. Me botimin e kësaj vepre, autorja jo vetëm që forcon profilin e saj profesional, por njëkohësisht shton vlerën e saj kontribuese
në diskursin e arsimit dhe fushës pedagogjike. Duhet theksuar se angazhimi i autorës Lëndita U. Kajbishi në botimin e kësaj vepre nuk është i rastësishëm. Përkundrazi, ai përpason një vazhdimsi të natyrshme përfshirjes së saj në krijimtarinë pedagogjike dhe arsimore, e cila buron nga një traditë familjare ku arsimi ka qenë gjithmonë vlerë themelore dhe mision jetësor i tyre. Që në fëmijëri, ajo është rritur me respekt të thellë për librin, dijen dhe institucionin e shkollës. Vlera këto të trashëguara nga baba e saj, Sokol Uka, veteran i arsimit dhe tashmë në pension. Për kushtimi, sakrifica dhe dashuria e tij ndaj nxënësve kanë lënë gjurmë të qëndrueshme në formimin profesional dhe personal të autorës, duke u frymëzuar atë që të ndjek dhe të vazhdoj këtë rrugë të jetë fisnike. E udhëhequr nga shembulli i babait të saj dhe e mbështetur vazhdimisht nga familja, Lëndita U. Kajbishi e ka zgjedhur profesionin e mësuesës jo vetëm si orientim profesional, por si mision të mirëfillt jetësor. Me rastin e 7 marsit, është në libër brenda në brendin e librit, ku vetë autoria thot, me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, autoria shpreh një vlerësim të veçantë dhe menjoje të thellë për babain e saj, Sokol Uka, duke cilësuar atë njëkohësisht si udhërrëfyes profesional, bashkëpunëtor dhe koleg në misionin e saj të arsimit. Lëndita në këtë rrim të publikuar shkruan, me savion, citat, urime 7 marsi baba, shoku dhe kolegu im, ti e udhërrëfyese dhe frymëzimi im në rrugën e dijes dhe të ngritjes intelektuale. Ti që shpërndave detyrim pres pas brezi, ti që me krenari mbaje ditare në dorë, ti që edhe në kohët më të vështira u qëndrove pranë nxënësve të tu, ti që asnjëherë nuk u pajtove me mbylljen e shkollës shqipe, ti që punove pa u lodhur me arsim, ndërsa ne sot mburremi me ty. Urime. Dua të shpreh se e lumtur jam. Kam emocione për veteranët e arsimit, në mesin e veteranëve këtu sot e kemi. E kam mësuesin tim të shkollës fillore. Kujdestarën e klasës. Belër Spahio. Profesor Pandershëm që ke ardhë, dhe mu lidh kjo me ju me njetë. Po vazhdoj. Urime, dua të shpreh sa lumtur jam që trashëgoj profesionin tënd dhe që ecin e hapat e tu. Uroj që Kosova të ketë gjithmonë më së mëdhënës si kurse ti. Të dua shumë. Në vlerësimin e saj, autoria nënvizon për kushtimin dhe qëndrueshmërinë profesionale të Sokol Ukës. Mirë se erdhët, profesor të nderuar, Fazlaj Rizi, Qerkin e Bishi, Bedriu dhe të tjerë, mirë se keni ardhur. Faleminderit që keni gjetur kohë dhe na keni nderuar. Në doktor Rakitët për të nderuar. Vazhdojmë pra me recensën. Në vlerësimin e saj, autorja nënvizon për kushtimin dhe qëndrueshmërinë profesionale të Sokol Ukës, i cili edhe në rrethona të vështira historike dhe shoqërore ka qëndruar pranë nxënësve të tij dhe ka mbrojtur me vendosmëri funksionimin e shkollës shqipe. Aja thekson gjithashtu krenarinë dhe përgjegjësinë me të cilën ai ka ushtruar profesionin e mësimdhënësit, duke konsideruar këtë angazhim si burim frymëzimi për brezat pas ardhës. Autoria, Lëndita U. Kajbishi, shpreh kënaqësinë dhe krenarinë personale për faktin se ka trashëguar profesionin e babait të saj dhe ka ndjekur të njëjtën rrugë arsimore, duke uruar që sistemi arsimor në Kosovë të ketë vazhdimisht mësimdhënës me përkushtim, integritet dhe përmosa profesionale të ngjashme. Kontributi i Lënditës në fushën e arsimit shifet në këtë vepër, shifet se nuk mbetet i izoluar në planin individual, por i trashëguar nga familja, nga babai dhe përveç autorës dhe vëllai dhe motra e saj kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të angazhuar në këtë shërbim të rëndësishëm ndaj dijes dhe edukimit të brezave të rinj. Krejt në fund, kjo vazhdimsi familjare dëshmon për përkushtimin rrënjësor të thellë ndaj arsimit si vlerë shoqërore dhe kombëtare. Lëndita urime për librin, respekt për ju, shëndet. Faleminderit. Faleminderit Zotu Jusen Ibrahimi për mendimet dhe vlerësimet tuaja.
Tani ftojmë nxënësin Delvina, e cila do të na sjellë një pjesë të zgjedhur nga libri Nxënësi është e ardhmja. Sfidat e vajzave për të arsimuar punën në shtëpi. Për shembull, një vajzë dikur mund të mbetej pa shkollë vetëm sepse ishte vajzë. Sot, të gjitha vajzat mund të shkojnë në shkollë, por ndonjëherë ka mungesa mundësish ose paragjykime. Rëndësia e shkollimit të vajzave. Shkollimi i vajzave është po aq i rëndësishëm sa drita për syt dhe fjala për shpirtin. Kur një vajzë hyn në shkollë, nuk hyn vetëm ajo, por hyn një brez i tërë pasoj. Në çantën e saj nuk mban vetëm libra, por ëndra, shpresë dhe ardhmja në familje. Një vajzë arsimuar di të flas me dinjitet, të zgjedhë me mençuri dhe të qëndrojë në këmbë dhe kur jeta shtyn të bjerë. Ajo nuk është vetëm bi, nën apo bashkëshorte e së ardhmës, për mendja që mendon, zemra që kupton dhe dora që ndërton. Shkolla ja mëson vajzës jo vetëm shkronjat, por edhe guximin për të mos u nënshtruar, fuqinë për të mos u friksuar dhe të drejtën të qenë vetvetja. Një vajzë që mëson edhe të mos të hesh para drejtësisë. Prandaj, çdo vajzë që shkon në shkollë është një dritë që ndezet në shoqëri. Dhe sa më shumë drita të kemi, aq më pak rësi do të mbetet. Faleminderit. Faleminderit Delvina për leximin dhe emocionin që na përcolla. Çdo libër fiton vlerë të veçantë kur lexohet dhe vlerësohet nga profesionistë të fushës. Për të ndarë me ne mendimet e tyre rreth kësaj vepre, ftojmë recensentët Kaltrina Haxhiu dhe Shpresa Bajrami. E ardhmja e një shoqërie ndërtohet në bankat e shkollës. Libri Nxënësi është e ardhmja përfaqëson një kontribut të rëndësishëm në fushën e pedagogjisë bashkëkohore, duke trajtuar në mënyrë të thelluar dhe të argumentuar rolin e nxënësit si faktor kryes në zhvillimin e shoqërisë. Përmes një qasje analitike dhe reflektuese, autorja ndërton një diskurs të qëndrueshëm mbi rëndësinë e edukimit cilësor dhe nevojën për një rishikim të vazhdueshëm të praktikave mësimore. Në thelb të këtij libri qëndron koncepti i vendosjes së nxënësit në qendër të procesit mësimor, një parim që përputhet me teoritë moderne të edukimit konstruktivist. Autori argumenton se të nxënit nuk duhet të konsiderohet si një proces i njëanshëm i transmetimit të njohurive, por si një ndërveprim dinamik ku nxënësi luan rol aktiv në ndërtimin e dijes. Në këtë kontekst, theksohet rëndësia e zhvillimit të aftësive kritike, kreative dhe reflektuese tek nxënësit. Një ndër vlerat kryesore të librit është përdorimi i shembujve konkret dhe situatave të marra nga praktika arsimore, të cilat japin dimension praktik trajtimit teorik. Këto ilustrime ndihmojnë në kuptimin më të thellë të koncepteve dhe e bëjnë librin të qasshëm jo vetëm për studiuesit, por edhe për praktikuesit të arsimit. Gjuha e përdorur në libër është e strukturuar, e qartë dhe e pasur me nuanca shpjeguese, duke reflektuar një nivel të lartë profesionalizmi dhe përkushtimi akademik. Termat pedagogjik janë të integruar në mënyrë të natyrshme, duke e bërë tekstin të përshtatshëm për një audiencë të gjerë, pa humbur thellësinë shkencore. Libri kushton një vëmendje të veçantë rolit të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve kryesor të edukimit, mësuesit, prindit dhe nxënësit. Ky bashkëpunim trajnohet si një sistem i ndërlidhur, ku secili komponent ka përgjegjësi dhe ndikim të drejtë për drejtë në suksesin arsimor dhe zhvillimin e gjithanshëm të nxënësit. Në këtë kuadër, autorja nënvizon rëndësinë e komunikimit efektiv dhe krijimit të një mjedisi mbështetës dhe motivues. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i trajtuar në libër janë sfidat e arsimit në kontekstin bashkëkohor, të karakterizuara nga zhvillimet teknologjike dhe ndryshimet sociale. Autori argumenton për domosdoshmërinë e integrimit të metodave inovative dhe të përdorimit të teknologjisë në procesin mësimor, duke synuar rritjen e angazhimit dhe efikasitetit të nxënit. Gjithashtu, libri nxit reflektimin mbi rolin e mësuesit si facilitator dhe udhëheqësi të nxënit, duke kaluar nga modeli tradicional i mësimdhënies drejt një modeli më gjithëpërfshirës dhe interaktiv. Në këtë prizëm, rëndësi kushtohet edhe zhvillimit profesional të vazhdueshëm të mësuesve si një parakusht për përmirësimin e cilësisë së arsimit. Në përfundim, Nxënësi është e ardhmja e autores Lindita Ukajbishe paraqet një vepër me vlerë të lartë teorike dhe praktike, e cila kontribuon në pasurimin e literaturës pedagogjike dhe ofron orientime të qarta për përmirësimin e praktikave edukative. Libri jo vetëm që informon dhe argumenton, por edhe frymëzon për një qasje më të përgjithshme dhe vizionare ndaj edukimit, duke konsideruar nxënësit si themeljem e zhvillimit të vazhdueshëm të qëndrueshëm shoqëror, ka shkruar Kaltrina Haxhiu. Është një emocion i veçantë për mua. Ka marrë pjesë për herë të parë në recensim edhe unë uroj që Linda me pas suksese shumë të mëdha. Me temën që ka përçu, domethënë nxënësi është e ardhmja, kjo është një fjalë shumë e thjeshtë me thonë, por përmban diçka shumë filozofike, është vetë jeta.
Nëse na sot kujdesemi për fëmijët dhe të ardhmen e tyre, mendojmë për të ardhmen e tyre, atëherë do ta kemi një botë më të mirë se sa e kemi fëmijëve që po shkollohen sot. Po shoh të shumë profesor të mi dhe po ndihem shumë e emocionuar sepse i kam pa në format më të këqija të trajtimit njerëzor dhe jam shumë e emocionuar. Kjo temë sot ne jemi shumë të lirë për ta bërë punën ashtu siç kërkon Linda. Ashtu siç e kërkon ajo me dashuri, me butësi dhe me mënyrat më të mira dhe më të forta. E di që ka shumë sfida, është një pjesë shumë e madhe që i takon familjes, por edhe ne duhet ta bëjmë punën tonë. Po filloj me recensimin. Libri përçon një mesazh shumë të fortë, fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për dije, por edhe për dashuri, mirëkuptim dhe mbështetje emocionale. Ky libër mbërthen në veten një reflektim që trajton pjesën më të ndjeshme të shoqërisë, siç është fëmia. Sepse autorja flet për fëmijën brenda shkollës, trajtimin e tij dhe gjitha çfarë ndjen ai gjatë shkollimit. Ajo fillon dhe me një plagë shumë të madhe shekullore për shqiptarët, siç ka qenë shkollimi i vajzave. Dhe kjo temë mendoj që duhet me qenë temë edhe një motiv për autorë të tjerë me trajtu edhe në të ardhmen edhe më shumë, sepse me të vërtet mos neve vallë rastisht kjo pikë na kalon shumë rapa. Mos trajtimi i shkollimit vajzave në mënyrë të duhur, mos kemi qaluna që aty më herët edhe tash nuk po mund të përparojmë shumë mirë. Prandaj los autorët e tjerë që merren me shkrime që këtë temë ta trajtojnë, do me thonë kisha dashur me ditë edhe arsyet më të forta, sepse kemi pas vajza dhe gra të forta edhe në atë kohë që ja kanë dalë me shkollim, mirë po jo çdo njëra e ka pas atë mundësi. Prandaj unë komplimentoj Lindën për këtë pikë që e ka prek, sepse është diçka shumë e rëndësishme. Autorja ka brejnë zhvillimin e fëmijës. Ajo e sheh shkollën jo vetëm si vend për të mësuar, por edhe hapësira ku krijohet karakteri, vlerat dhe ardhmja e fëmijës. Një nga idetë kryesore është arsimi është dritë, do me thonë ide që është me të vërtetë shumë e vlerësueshme, ndërsa mungesa e tij mund të shndrohet në errësirë. Dhe unë mendoj njerëzit që nuk shkollohen vërtet jetojnë në errësirë. Libri në çdo rast tekson rolin e shmuar që ka mësuesin në këtë drejtim, ku ajo shumë herë trajtohet si prindi dytë, edhe faktikisht kur prindi ta beson fëmijën, atëherë do të vlerëson si prind të dytë, dhe me këtë vjet në papërgjegjësia e tij. Pra edhe ne kemi shumë përgjegjësi për fëmijën që na vjen në dorë. Andaj është e rëndësishme marrëdhënia e tij me nxënësin, kështu që mësuesi duhet të ketë ngrohtësi, drejtësi në raport me ta. Ajo flet me një gjuhë të thjeshtë, shumë relaksuese në tërë librin, sidomos për ëndrat e fëmijëve, imagjinatën dhe botën e tyre magjike. Ajo i trajton të gjithë librin kështu dhe kërkon vëmendje nga të rriturit që të mos i shkatrojmë ato ëndra, por t'i lejojnë fëmijët të shprehin dhe të ushqejnë ato, sepse vetëm ashtu mund të zhvillohen duke qenë të lirë. Pra, si fëmijë me të drejta, duke i ditur dhe përgjegjësitë e tyre. Me tutje që autorja kalon tek sfidat e fëmijëve mes ëndrave dhe realitetit, ngarkesat e mëdha që ka sot sistemi arsimor, i cili në shumë raste mund të ndihet si barë për fëmijën. Ndikimi i teknologjisë, që shpesh është i pakontrolluar, përballja me vetminë, krizat e vlerave në shoqërinë e sotme, mungesa e edukatës e të tjerë. Autorja na kërkon të jemi të kujdesshëm, sepse në gjithë këtë realitet, fëmijët kanë nevojë për vlera si humaniteti, solidariteti. Pastaj duhet i vëmë vlerat njerëzore në pa, sepse vetëm kështu mund të rrisim fëmijë të suksesshëm, por edhe njerëz të mirë. Libri përçon një mesazh të fortë, fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për dije, por edhe për dashuri, mirëkuptim, mbështetje e të tjerë. Ky libër përçon idenë për ndryshim në thelb, ku nxënësi të jetë vërtet në qendër e jo vetëm figurativisht. Duhet të punohet më shumë në çdo aspekt për të pasur rezultate reale dhe kurdo që fëmia ta kujtojë ose përjetoj shkollën bashkë me dijen, të ketë edhe kënaqësinë që është trajtuar mirë, është mirëkuptuar dhe është dëgjuar zëri i tij. Në përfundim mund të them lirisht se kjo vepër është një kombinim i këshillave edukative dhe reflektimeve emocionale, që synon të ndërgjegjësoj lexuesin se nxënësi është themeli i ardhmës dhe mënyra si edukojmë sot përcakton shoqërinë e nesërme.
Linda, të uroj për librin, shumë suksese, faleminderit shumë që nuk kam qenë në këtë situatë para se me bërë këtë recensim, po kështu e paska jeta. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit për vlerësimet dhe analizën tuaj profesionale. Tani ftojmë shqiptar Shaljani për një fjalë rasti. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur mësimdhënës, prindër, nxënës dhe miq të librit. Sot kemi kënaqësinë të marrim pjesë në promovimin e një libri që në vetvete bart një mesazh të fuqishëm, një filozofi jetësore dhe një mision fisnik. Vetë titulli i librit, Nxënësi është e ardhmja, është një përmbledhje e qartë e përmbajtjes dhe qëllimit të autorit, të autores, Lendita Uka Ibishi. Kjo dëshiron të përcjell një mesazh të qartë për lexuesit. Ky libër nuk është vetëm një rrëfim personal, një mësimdhënësie të përkushtuar. Ai është një dëshmi e gjallë e dashurisë për dijen, për shkollën, dhe mbi të gjitha për fëmijët. Në faqen e tij ndërthuren përvoja shumëvjeçare në mësimin klasor, kujtimet personale, sfidat e jetës dhe rrugtimi i një vajze shqiptare që u rrit dhe u formua në rrethonat e vështira historike. Autoria na kthen në një periudhë të dhimbshme të historisë sonë në vitet e represionit serb mbi arsimin shqiptar dhe mbi shkollën shqipe. Nuk e sjell kujtime nga ngjarjet dramatike që përjetuan nxënësit shqiptar gjatë helmimit masiv në shkollat e Kosovës. Në këtë rrugtim, ajo kujton me mirënjohje dhe mbështetjen morale dhe profesionale të babait të saj, kolegut dhe mësuesit Sokoluka, cilin e përshëndetje përzemërsisht. I cili ishte një shtyllë e rëndësishme në formimin e saj njerëzor dhe profesional. Një vlerë e veçantë e këtij libri është theksi që i kushtohet arsimit të vajzës shqiptare. Historia jo na mëson se sa herë është formuar shkolla, është forcuar shkolla, është forcuar edhe familja, edhe kombi. Sa herë është ngrit niveli i arsimit të gruas shqiptare, është ngritur niveli i gjithë shoqërisë sonë. Libri na kujton se misioni i mësimdhënësit nuk është thjesht një transmeton njohurish, por një formë karaktere të zhvilluara, mendimin kritik të ushqej ndjenjën e përgjegjësisë dhe të përgatitjes qytetare të denjë për të ardhmen. Pikërisht këtu qëndron madhështia e profesionit të mësuesit, ai punon sot për të ndërtuar të nesërmen. Prandaj ky botim nuk është vetëm një pasqyrë e jetës dhe përvojës së autores. Është një mesazh për prindrit, një udhërrefyes për mësimdhënësit, një burim frymëzimi për nxënësit. Ajo na rikujton se investimi më i sigurt për një komb nuk është pasuria materiale e as infrastruktura, por pikërisht arsimi. Një shtet që investon në shkollë, investon në të ardhmen e tij. Një shoqëri që investon në dijen e fëmijëve të saj, investon në lirinë, identitetin dhe zhvillimin e saj afatgjatë. Për këtë arsye, libri Nxënësi është e ardhmja. Meriton të lexohet, të vlerësohet dhe të gjejë vend në bibliotekat e familjeve, shkollave, institucioneve tona arsimore. Urimi autores Lendita Uka Ibishi për këtë vepër me vlerë edukative, historike dhe shoqërore. Ju faleminderit.
Faleminderit për mbështetjen dhe vlerësimin tuaj. Në vazhdim të programit, ftojmë Elda Ahmeti, e cila do të lexojë pjesën nga libri me titull Të jesh kolege me babin. Një shkrim i mbushur me ndjenja, kujtime dhe respekt, që prek zemrën e secilit dhe na kujton sa e çmuar është trashëgimia familjare dhe profesionale që lëm pas njerëzit të dashur. Të jesh kolege me babin. Ka momente në jetë që nuk harrohen kurrë. Për mua, një nga ato momente ishte dita kur për herë të parë hyra në shkollë si mësuese. Por ajo që e bëri edhe më të veçantë ishte fakti se atë ditë nuk isha vetëm. Isha krah për krah me babin tim, Sokol Uka. Jo vetëm si vajza e tij, por si kolege. Nuk është thjesht një ndjenjë krenarie, është një ndjenjë që prek thellë zemrën. Sepse kur kolegu yt është edhe babai yt, mësuesi yt i parë në jetë, mbrojtësi yt më i madh dhe këshilltari yt më i urtë, çdo hap që bën, e bën me më shumë besim, me më shumë zemër. Kemi shumë kujtime të bukura bashk, por ajo ditë e parë si mësuese do të mbetet gjithmonë në shpirtin tim, si një ditë që më bëri ta kuptoja sa e bekuar jam. Të jesh pra një njeriu që e njeh mësuesin jo vetëm si profesion, por si mision, është një shkollë më vete. Ai nuk më mëson vetëm me fjalë, më mëson me shembull, me qëndrueshmëri, me dashurinë që ka për nxënësit dhe për punën që e bën. Marrëdhënia jonë është më shumë se bab e bij. Është një lidhje ndërtuar mbi respektin, mirëkuptimin dhe dashurinë e thellë. Ai është mbështetja ime në ditët e vështira, zëri që më qetëson kur dyshoj në vetvete dhe drita që më udhëheq kur kërkoj rrugën e duhur. Jam shumë krenare që quhem vajza e tij, jam shumë krenare që kam gjithmonë pranë, si bab, si mik, si koleg. Dhe mbi të gjitha jam pafund mirënjohëse që jeta më ka dhënë këtë privilegj të rrallë, ta ndoj profesionin që dua me njeriu që admiroj më shumë. Faleminderit. Faleminderit zonja Elda Ahmeti për interpretimin e kësaj pjese kaq emocionuese. Tani ftojmë Gjeneta Meha, e cila do të ndajë me ne një tjetër shkrim të përzgjedhur nga libri. Mësuesja pasqyra ëndrave të fëmirisë, fëmijët të klasave ne deri në 5, pothuajse pa përjashtim e simpatizojnë mësuesen e tyre që nga dita e parë kur ata hyjnë në shkollë. Me qenë në shpinë dhe zemër plot emocion, mësuesja bëhet personi më i mirë dhe më i rëndësishëm i botës së tyre të vogël. Ajo është drita që i udhëheq në rrugën e dijes dhe zëri i butë që i cetëson kur ndihen të pasigurt, sepse mësuesja është ajo që na merr me dorë për hir të parë dhe na mëson të shkruajmë shkruajën e parë. Ajo na ndihmon të lexojmë fjalën e parë, të numërojmë hopat e parë drejt dijes dhe të besojmë se edhe ne mund t'ia dalim. Me durim të pafund ajo na shpjegon, na korrigjon dhe na përgëzon duke na dhënë krah për të fluturuar më lart. Nxënësit nuk e shohin mësuesen vetëm si udhëheqëset e dijes, por edhe si model për të ndjekur. Ata përpiqen ta kopjojnë veshjen e saj, mënyrën si flet, ecjen, buzëqeshjen dhe si sillet. Çdo gjest i mësueses bëhet shembull për ta. Në botën e fëmijëve, mësuesja është figura ideale që ata duhen t'i ngjojnë, sa herë që fëmijët pyeten për profesionin e tyre në të ardhmen, përgjigjja vjen e pastër dhe e sinqertë. Dua të bëhem mësuese, kjo përgjigje lind nga dashuria dhe admirimi që ata e ndjejnë për mësuesen e tyre, nga mënyra se si ajo e trajton me respekt, i dëgjon me vëmendje dhe i mëson si të jenë njerëz të mirë. Mësuesja nuk mëson vetëm lëndët shkollore, por edhe vlera jetësore. Mirësinë, ndershmërinë, bashkëpunimin, besimin në vetvete. Ajo është edukatore e mendjes dhe e zemrës në sytë e nxënësve, ajo është forcë, durem, dashuri e pakushtëzuar. Për shumë fëmijë mësuesja mbetet frymëzim për të gjithë jetën, ajo është njeriu që u besoi i pari, që i mbështeti dhe që i ndihmoi të zbulojnë ëndrat e tyre. Prandaj kur fëmijët të ndrojnë për të ardhmen, ata shohin veten në rolin e mësueses duke dhënë dashuri, dije, shembull të brezavtërinë ashtu siç u dha dikur mësuesja e tyre. Faleminderit për emocionet dhe mesazhin e bukur që përcallët. Tani vjen momenti që të gjithë e presim me emocion. Pas gjithë këtij rrugtimi, pas gjithë përkushtimit, netëve të gjata të punës, kujtimeve, përvojave dhe dashurisë së derdhur në çdo faqe të këtij libri, ftojmë autorën e veprës, nxënësi është e ardhmja, mësuesen Lendita Ukaj Bishi.
Përshëndetje për gjithë pranishmit. Me të vërtetë ndihem shumë mirë në këtë eveniment edhe më mirë ndihem kur bobi i venditjes e kom pas mësues. Në fillim desha më marrë një shembull kështu pak ma jo zyrtar. Për Aleksandrin e Madh Maqedonisë kemi ndëgjuar të gjithë. E pyesin, thojnë, Aleksandr, a ma shumë e da mësuesin aprind, pa hezitu se tu në mësuesin e du ma shumë. Edhe në olën ata. Aleksandr i Madh Maqedonisë, baba ka pas Filipin e dytë. Nana ka pas Olimpien i Lire, ndërsa mësues Aristotelin. Thot, mos keni gabu, që keni lartësu mësuesin, thot, po për deri sa, dy prind me shumë vujtje peripeti arrin me zbrit fëmijën në tokë. Mësues është ai që ngrit në qerë të pasru me diturime, njohurime, kulturë e tjera. Me vërtet, kom pas fatin dhe më koni për religion të jem drejtër shkollën në Zhabarin nga viti 2008 dhe në vitin 2014. Mendoj se flas me kompetencë, Lendita ka qenë një ndër mësueset më të dalluara në shkollë. Ideologë dhe prisi suprem i qeshtjes kombëtare Hasan Prishtina thotë se arsimi është shpirti i kombit. Për me përfundu, desha të më marrë një shembull shumë thjesht. Të gjithë ata që merren me kulturë me arsim kanë normal edhe vështirësi, po vullneti arrin ata që ti ndihmoj, që të përkrahën, që të shprehen më mirë, që të kanë mundësi edhe me kriju. Edhe pse na pak nuk di me dallu krijuesin edhe studiusin. Në rastet si kuna kjo kur më pëlqen atmosfera, e marrë një shembull në gjuhën shqipe dy shpreje. Dy shpreje shumë të rëndësishme, po janë të kundërta njëra me tjetrën. E para është e edhë, e dyta është e ëmbël. E edhët është uria, skomja, na që ndjetë armikët. Nërsa e bukur është buka, kur të bonë bashkë bukë edhe uri del bukuri. Është bukuri kjo që e mbojmi këtë promovim të librit dhe kemi arsye për ta mbajtur, sinqerisht nuk kom marrë me vete me lezu, sepse kom pas qef që ato fjalë që të flas bërojnë për zemre, e jo për shkrimit. Faleminderit, urime dhe Lendita. Faleminderit për vlerësimin tuaj. Dhe tani ftojmë autorën e veprës, nxënësi është e ardhmja mësuesen Lendita Ukaj Bishi. Pas gjithë këtyre fjalëve, kaq të bukura dhe urimeve që mora sot, kam të vështirë të përshkruaj emocionet që i ndjej tani. Jam e mbushur me gëzim, me krenari dhe mirënjohje. Ju faleminderit shumë për praninë tuaj që jeni sot këtu. Andaj, të nderuar të pranishëm, i nderuari kryetari i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistë dhe shqiptar Papa Klementi 11 Albani Suedi, njëherët edhe redaktori i librit, zotri Hysen Ibrahimi, i nderuari kryetar i shoqatës së Podgurit, zotri Nureddin Bishi, i meri më fal, të nderuar kolegë dhe kolege, të nderuar familjar, të nderuar musafir dhe ju nxënës të mi të dashur. Sot është një ditë e veçantë për mua. Është një ditë emocionesh, krenarie dhe mirënjohje, sepse po promovoj librin tim të parë, Nxënësi është e ardhmja. Një libër që lind nga dashuria për arsimin, për nxënësin dhe misionin e shajtë të mësuesit. Kur e shoh këtë libër në duart e juaja, jam shumë e lumtur. Çdo faqe e tij bart kujtime, përkushtim, sakrificë dhe shumë dashuri për shkollën dhe nxënësit. Ky libër nuk është vetëm një përmbledhje shkrimesh, është një pjesë e shpirtit tim, një rrëfim i rrugtimit tim në këtë profesion.
Sot, dua t'i falemderoj të gjithë ata të cilët me qëndruan pranë që ky libër të bëhej realitet. Falemderoj prindrit e mi të dashur, babon dhe nënën time, të cilëve u jam për jetë mirënjohës. Ata sakrifikuan shumë që ne të shkollohemi dhe të arrim këtu ku jemi sot. Çdo sukses i imi është i atyre. Falemderoj bashortin tim, vajzat e mia, të cilat kanë qenë mbështetja ime më e madhe në çdo hap të jetës. Falemderoj për durimin, dashurinë, përkrahjen dhe motivin që me kanë dhënë gjithmonë. Pa ju, rrugtimi im do të ishte i vështirë. Ju jeni forca, lumturia dhe krenaria ime më e madhe. Mirënjohje dhe falemnderim i veçantë për shoqatën e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11 Albani Suedi, nën përkujdesin e secilës u realizua promovimi i këtij libri. Falemnderoj redaktorin zotri Hysen Ibrahimi, i cili pas një përfitim material dhe me dashuri të madhe për librin, dijen dhe kulturën shqiptare, punoi pa rreshtur që ky libër të botohej dhe të bëhej realitet. Kontributi ti ishte i çmuar dhe do të mbetet gjithmonë pjesë e këtij libri. Mirënjohje e thellë për mbështetjen, besimin, vlerësimin që më dha gjatë gjithë këtij rrugtimi. Ai ishte edhe motivi kryesor që ky libër të botohej dhe të jetë në duart e juaja sot. Faleminderit shumë. Falemderoj drejtorinë e arsimit Mitrovic, e cila mundësoj financimin e këtij libri. Falemderoj Ermira Spahiun për angazhimin, përkrahjen dhe besimin që më dha gjatë këtij procesi. Po ashtu, dua t'i falemderoj dy koleget e mia, Kaltrina Haxhiun, e cila nuk gjendet këtu mes neve për shkak vdekje e nënës. Falemderoj Shpresa Bajramin për punën e tyre dhe angazhimin e tyre gjatë këtij procesi dhe recensionit e këtij libri. Falemderoj lektorët Fidan Baliu dhe Muhamet Ibrahimi për punën e tyre profesionale. Për të dukur ky libër kaq i bukur, është kujdesur shtypshkronja Printing Press në Prishtinë. Këtu pranë meje ka Mimozën, nxënësën time të dashur. Për mua është një emocion i veçantë pas një kohe të gjatë të udhëheq që është duke drejtuar këtë ngjarje kaq të rëndësishme për mua. Për një mësuese nuk ka lumturi më të madhe se sa ti shohësh nxënësit duke ecur përpara dhe arritur dhe shkëlqej në jetë. Mimoza, Elda, Arbresha sot me bërën krenare sepse ishin të pranishme këto dhe udhëheqën programin ose promovimin e këtij libri. Të gjithë punuam bashkë, arritëm që ky libër të jetë në duart e juaja. Unë, si autore këtij libri, uroj që në secilën faqe të gjeni emocion, motivim dhe dashuri për dijen. Prandaj, faleminderit që gjetet kohë dhe jeni këtu me ne sot në këtë ngjarje kaq të rëndësishme për mua. Respekt dhe faleminderit për secilin nga ju. Të nderuar të pranishëm, sot nuk promovuam vetëm një libër, sot festuam punën për kushtimin, dashurinë për dijen dhe besimin tek fëmijët tonë. Nxënësi është e ardhmja, është një mesazh i fuqishëm që na kujton se çdo fëmijë që edukojmë sot është një dritë për të nesërmen. Në emër të organizatorëve dhe autorës, ju falenderojmë nga zemra për praninë tuaj. Një falenderim i veçantë për të gjithë ata që mbështetën realizimin e këtij libri, për familjen e autorës, kolegët, miqt, drejtorinë e arsimit dhe secilin prej jush që sot ndan këtë gëzim për ne.
Autorës son, Lëndita U. Kajbishi, i urojmë shëndet, suksese dhe shumë botimet e tjera, ndërsa librit Nxënësi është ardhmja, i urojmë rrugtim të gjatë në duart dhe zemrat e lexuesëve. Ju faleminderit nga zemra dhe ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Ju ftojmë të gjithëve të bashkoheni në koktejlin që do të vazhdojë në kafën përballë Frencit. Përballë në Francë. Thank you.